Kushtet për përgjigjen e lutjes. Në transmetimet islame, përmenden kushtet për përgjigjen e lutjes, ndërto përmendim: i pari, braktisja dhe mosveprimi i të ndaluarve, pendimi prej tyre. Duhet që lutësi gjithmonë të përpiqet që të pastrojë zemrën e tij, mendjen e tij, shpirtin e tij dhe jetën e tij prej gjithçka që nuk i pëlqen Allahu i madhëruar. Është transmetuar nga Imam Bakeri, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: vërtet njeriu i kërkon Allahut plotësimin e një nevoje dhe është prej shenjave të tij që t'i plotësojë këto nevoja në kohën më të afërt. Por robi mëkaton dhe Allahu i thot melekut, mos ja plotëson atij nevojën dhe privoja atë, sepse ai është përballur me zemrimin tim dhe meriton moskryerjen e nevojës nga ana ime. Së dyti, duhet që lutësi të përpiqet të pastrojë pasurinë e tij nga çdo vjedhje, padrejtësi e tjerë. Duhet që ushqimi i tij të mos jetë haram. Transmetohet nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: ai që dëshiron t'i përgjigjet lutja, të pastrojë ushqimin dhe fitimin e tij. Së treti, asnjëherë lutja të mos jetë ndarë nga përpjekja e vazhdueshme kundër të gjithë ngjyrave të shturjes dhe devijimit nëpërmjet të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. Kjo sepse Allahu nuk i përgjigjet lutjes së atij që nuk zbaton detyrën e të urdhëruarit në të mirë dhe të ndalimit nga e keqja. Transmetohet nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Përndryshe të keqjat tuaja do të jenë sundues mbi të mirën tuaj. Dhe këta të mira do të luten dhe nuk do të përgjigjet lutja e tyre. Së katërti, lutja të jetë në përputhje me ligjin e natyrshëm, dhe lutësi të jetë i çlirt dhe i bindur ndaj përgjigjes. Mos përgjigja e lutjes vjen ose nga kërkesa e njeriut që është në kundërshtim me ligjin e natyrës, si për shembull të kërkoj furnizim pa u përpjekur, të kërkoj dije pa mësuar, të kërkoj udhëzim në rrugën e drejtë pa u përpjekur, ose ai i kërkon Allahut diçka që përmban dëm fetar dhe jetësor për atë, për të cilën ai është i paditur dhe po ta dinte se ka dëm, nuk do të lutej, ose ai mund të lutet pa sinqeritet dhe pa bindje në përgjigjen e lutjes, pra thjesht nxjerr fjalën që nuk burojnë te zemra dhe shpirti besimtar. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: lutësi pa veprime është si harktari pa hakër. E kam pyetur Imam Sadikun, paqja qoftë mbi të, përse nuk gjejmë përgjigje lutja jon kur ne lutemi? Imami ju përgjigj: kjo sepse ju i lutni atij që nuk e njihni dhe i kërkoni atij që nuk e kuptoni. Së pesti, duhet që lutësi të zbatojë detyrën e caktuar nga Allahu dhe të zbatojë premtimin me Allahun. Besimi, puna e mirë, amaneti, pajtimi janë prej kushteve të përgjigjes së lutjes. Ai që nuk e zbaton premtimin ndaj Allahut nuk mund të presë të marrë përgjigjen të lutjes së tij.